Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë ngjarjet më të fundit. Të kthesh dhimbje në forcë dhe t'i japësh vetes lumturinë, pa e patur atë, realisht vetëm gjesti di të bëj vepra të tilla. Ditët e gjestit janë ditë me forcë. Por kur ti bindesh Zotit, edhe kur ti e pranon që Zoti ta ka sjell këtë gjë në jetë dhe ti duhet ta duartrokasësh sepse Zoti ka dashur kështu, atëherë të gjitha gjërat i kalon me shumë lehtësi. Në fakt, gjesti është shembulli tipik i artistit që di të jap edhe vepra, domethënë di të bëj dhe vepra të bukura. Do të thoni ju pse? Gjesti na përloti të gjithëve, na emocionoi të gjithëve në momentin kur tha që unë pas vdekjes së vllaut tim nuk ju mërzita Zotit, por unë u mundova masovikisht që unë ta falenderoj Zotin, t'i e mirënjohë Zotit për aq ditë sa mua ma dha vllaun tim dhe sa unë pata ndjesinë që ta jetoj vllaun tim. Dhe ky është gjesti, djali i mrekullueshëm shqiptar, djali besimtar, që do të thënë sfidat e jetës i pranon në një formë edhe me krenaria, do të thënë kjo është të pranosh vdekjen me dinjitet. Nga ana tjetër, gjesti nuk e ka lënë motrën anash. Ju e dini shumë bukur që Blerina tashmë, pas gjithë asaj dhimbje, po bëhet gati që të del nuse. Blerina e ka gjetur fatin e jetës, një muaj më herët Blerina bënte fustanin e martesës, që do të thënë martesa vjen shumë shpejt në familjen Kelmendi, duke që është një djalë i mrekullueshëm dhe Blerina e ka marrë me shumë dashuri këtë martesë, por gjithsesi gjesti nuk e ka lënë pa e surprizuar motrën e tij për ditëlindje. Një ditëlindje që mori një vëmendje goxha të madhe. Çfarë ka bërë gjesti? Ndiqeni videon në vazhdim. Çfarë pik ti momenti? Ai gati. Ne moje, tu një bërtur. Sa fill man për të në. Të ndalë, apret. Shumurime parti, shumurime O, sa e lopë, kë. ushim, shumurime Sa dhe ka pik të sane tash? Urime, motra ime. Vis për ty, kom e koll verë. Moje në. E urime. Edhe shumë tjera, ti pare kem mirë numë. Si e nanaja që alo jo unë të. Urime.